Në vigjilje të ditëlindjes së lirikut të Shqipes Lezgush Poradecit, Biblioteka e Qytetit Metrush Kuteli organizoi një aktivitet letrar me nxënësit e shkollave të mesme. Ata ishin përfaqësues të klubit leximit dhe recituan poezi të poetit, por edhe garuan mes tyre në konkursin e eseve, tematika e cilit ishte jeta dhe vepra letrare e Lezgush Poradecit. Gjenit apo poetët kanë vetëm ditën e lindjes dhe jo ditën e vdekjes, nuk vdesin kur. Dhe për këtë arsye, aq më tepër edhe me krenarinë që Lezgush Poradeci është një poet i qytetit tonë, ne sot me klubin letrar të gjimnazit vendosëm të përkujtojmë dhe të sjellim momente nga krijimtaria e Lezgushit. Një angazhim shumë i veçantë të udhëtosh në vargjet e Lezgushit është si të udhëtosh në një univers tjetër, në një univers ndoshta paralel, ku emocionet, ndjenjat, bukuria, dashuria dhe çdo perceptim tjetër shkrihet me yjet, me qiellin, shkrihet me dijet, me tokën, me dheun, ashtu siç janë dhe elementet kryesor të poezisë së tij. Aktiviteti u zhvillua nga shkolla Marim Çollaku në bashkëpunim me bibliotekën, në të cilën nxënësit interpretuan poezi nga Lezgush Poradeci, gjithashtu kishin krijuar dhe ese mbi veprën dhe jetën e Lezgush Poradecit. Këto aktivitete janë të shpeshta jo vetëm në ditën e lindjes apo përkujtimore të Lezgushit apo Metrushit, por për gjatë gjithë vitit. Aktivitetet tilla organizohen shpesh në qytet duke u zhndëruar në një vlerësim mirënjohjeje për patriotë, shkrimtarë e artistë, të cilët lartësojnë simbolikën e Pogradecit.